Si pasojë e rreshve intensive gjatë orëve të fundit, ka patur një rritje të niveleve të lumejve në disa qarqe të vendit, gjë që ka krijuar problematika serioze, kryesisht përmbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrëshqitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Situata më problematike paraqitet në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqe të tjera situata është në monitorim ose pa rrezik. Strukturat e mbrojtjes civile dhe forcat armatosura, nën koordinimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, janë angazhuar në terren për përballimin e emergjencës, evakuimin e banorëve ku është e nevojshme dhe minimizimin e dëmeve. Situata sipas qarqeve paraqitet si më poshtë. Qarku Shkodër ka një rritje të nivelit të ujit në fshatin Obot me rreth 60 cm mbi rrugën kryesore. Qarkullimi bëhet vetëm me mjetet të tonazhit të lartë, ka rritje të sipërfaqeve të tokave bujqësore nën ujë, 15 banesa të rrethuara nga uji në vallën e Dejës. Në disa fshatra të malësisë së madhe ka rrugë të bllokuara dhe prezencë uji. Në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh, prezencë e shtuar e ujit në rrugët autorurale, gjë që ka shkaktuar dëmtime. Në qarkun e Lezhës, rreth 3000 hektar tokë bujqësore janë në ujë. Është bërë evakuimi 2 familjeve, një në fshatin Ishull Shëngjin dhe një në fshatin Kakariq. Rreth 100 banesa janë të rrethuara nga uji, kryesisht në njësinë administrative Dajç, Babulloj, Balldrand dhe Shënkoll. Ka rrëshqitje dherash në fshatrat të Rëvic dhe Tresh. Po punohet për mbylljen e çarjes së argjinaturës në lumin Droje në fshatin Dukagjin. Në qarkun e Vlorës, niveli i lumit Vjos në Novosel ka kaluar 8 metra. Janë evakuuar 13 familje pranurës së Mifoli dhe në Novosel. Nuk ka prezencë uji në banesa. Në qarkun e Durrësit, aktualisht situata është drejt përmirësimit, por po punohet për heqjen e ujit në rreth 800 banesa dhe objekte, veçanërisht në zonën e Burgut, Ish-Kënetës, Shkozet dhe Nishtull. Në terren ndodhen ekipe të vlerësimit të dëmeve, të cilët po vazhdojnë evidentimin dhe dokumentimin e rasteve. 250 persona janë strehuar në shtëpinë e pushimit ushtrisë në Durrës dhe 55 persona të tjerë janë strehuar në kavaleshencën e Ministrisë së Brendshme. Lumejt, Erzen dhe Ishëm, si dhe kanali i Tones, janë në kuota maksimale. Disa rrugë të qytetit mbeten të bllokuara për shkak të pranisë së lartë të ujit. Në bashkinë e Kryes, si pasojë të çarjes së argjinaturës së lumit Droje, ka vërshime uji në 2 fshatra, Dukagjin i Ri dhe Miliska. Në fshatin Miliska, uji ka hyrë në banesa, ku ka prekur 50 familje. Në terren ndodhen ekipe të bordit të kullimit të Durrësit për përballimin e situatës. Në bashkinë Shija ka prani uji në 15 banesa. Situata problematike, veçanërisht në njësitë administrative Xhavzotaj, Maminas dhe Qepalaj. Në qarkun e Gjirokastrës, si pasojë e rreshjeve të dëndura, ka rrëshqitje dherash në aksin Tepelen-Gjirokastër, ku qarkullimi është i kufizuar, po punohet për rikthimin e energjisë në disa zona malore. Nivelet të larta të lumit Vjos në Memaliaj dhe Përmet. Në qarkun e Kuksit, lumej në kuota të larta, po pa problematika aktuale. Në qarkun e Tiranës, rritja e nivelit të lumejve në Rrogozhin dhe Kavaj, por nuk ka rrezik të menjëhershëm për zonat e banuara. Në qarkun e Korçës janë disa rrugë të pakalueshme në Devoll. Janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe bllokime rrugore në Pogradec dhe Përrenjas. Në Maliq ka sipërfaqe të tokave bujqësore nën ujë. Në qarkun e Beratit, rreth 95 hektar toka bujqësore ndodhen nën ujë, është evidentuar rritje e nivelit të lumit Osum. Në lagjen 22 Tetori dhe Goric janë marmasa për sigurimin e bizneseve dhe po punohet për largimin e ujit nga pedonalja me pompa thithëse. Në qarkun e Fierit, rreth 200 hektar tokë bujqësore ndodhen të përmbytura, prezencë uji në 27 banesa dhe në disa fshatra. Në qarqet e tjera nuk paraqiten problematika serioze. Angazhimi i forcave të armatosura dhe mjeteve. Në total janë angazhuar rreth 150 efektiv të forcave të armatosura, mbi 20 mjetet të kalueshmërisë së lartë dhe tonazhit të rënd, 10 gomone motovarka shpëtimi, 15 pompa thithëse me kapacitet të lartë dhe të vogël. Forcat janë shpërndarë kryesisht në qarqet Shkodër, Lezhë, Vlorë, Durrës, Gjirokastër dhe Fier, në funksion të evakuimeve, përforcimit të argjinaturave dhe largimit të ujrave. U bëhet thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura të ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore dhe të mbrojtjes civile, të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht në zonat e përmbytura ose ku ka rrëshqitje dherash, të raportojnë menjëherë çdo situatë rreziku pranë strukturave përgjegjëse, të bashkëpunojnë në raste të evakuimit për garantimin e sigurisë së jetës dhe pronës. Situata vijon të monitorohet në mënyrë të pandërprerë dhe strukturat përgjegjëse mbeten në gatishmëri të plotë.